Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Sot do ju tregoj si të bëni lasagna perfekte çdo herë. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me recetën sepse është një proces i gjatë, por që në fund fare ju premtoj që do ja vlej mundi. Do fillojmë duke skuqur qepën dhe kur kjo e fundit të jetë zbutur, do i shtojmë karrotat, gjithashtu dhe selina. Do i skuqim të gjitha bashkë derisa qepa të fillojë të marrë të ngjyrën e artë, më pas do i shtojmë 500 gram mish të grier. Do i përziejmë mirë të gjitha bashkë dhe më pas do vazhdojmë skuqjen. Do i hedhim gjithashtu krip, piper dhe rigon, nga një lugë gjedhet për gjithë secilën, më pas do i shtojmë dhe salcën. 1 deri në 2 lugë gjedhe salcë. I skuqim edhe për 2 deri në 3 minuta të tjera, më pas do shtojmë rreth 250 ml ujë dhe do i lëmë të ziejnë derisa uji pothuajse të ketë shterur fare. Ndërsa tani do fillojmë me përgatitjen e beshamelit. Në një tigan kemi shkruar 2 deri në 3 lugë gjalp, i hedhim dhe 2 lugë me miell, i përziejmë mirë dhe do i skuqim derisa të kemi përfituar këtë masën siç duket edhe në video. Do shtojmë 500 ml qumësh duke i përzier vazhdimisht dhe duke vënë në zjarr të avash derisa masa të trashet. Por kujdes, nuk na duhet shumë e trash sepse petët e lazanjës do zbuten pikërisht me anë të beshamelit. Tani në tavë do shtrojmë beshamel të bollshëm, do i shtrojmë më pas sipër ragun. Tani, unë e di që petët e lazanjës nuk duhen përthyer, por duke qenë se kisha tepsinë e vogël, isha detyruar të bëja kështu. Gjithsesi ajo doli edhe e bukur dhe e shijshme, nuk kishte problem, por thjesht për estetik momenti. Do shtrojmë një stres tjetër sërish me petë, do i hedhim sërish beshamel dhe do i hedhim sipër djathtin gouda të grier. Këtë proces do e përsërisim deri në fund, domethënë. Edhe diçka tjetër për petët e lazanjave. Përpara përdorimit duhet të lexoni mënyrën e konsumimit tek paketa, sepse disa petë lasagna kërkojnë që t'i vendosësh në ujë dhe disa të tjera nuk ka nevojë. Dhe ja lasagna jone, e cila sapo ka dalë nga furra. Kaq ishte edhe për sot. Shumë faleminderit për vëmendjen. Ne bashkë do shikohemi në videon e radhës. Deri herë tjetër. Bye.